ndeshje për të luajtur kjo e sotmja. Besoj është ajo që theti pak a shumë, pra duke gjykuar dhe formacionet që kanë zgjedhur të dy trajnerët, sidomos ana e Anglisë, sa duket është thjesht një ndeshje që do e luajnë sepse duhet luhet, dhe është pjesë e protokollit që duhet luajnë, duke parë formacionin që Anglia kishte një formacion të tretë më shumë se sa një formacion të dytë, dhe më pëlqeu në fakti i disa ndryshimeve në formacionin francez, aktivizimi Çerki, gjithashtu Theo Hernandez. Po, Theo Hernandez. Mendoj këtë që do jetë vetëm për të shtuar atë listën e golave të Mbappés. Pra, është një ndeshje që nuk do mbahet mend ashtu siç do mbahet mend finalja, por gjithsesi dhe Anglia do të kishte menduar për të shtuar golat Harry Kane-it. Në fakt, ose ndoshta do dalin në pjesën e dytë ose e ka menduar një moment tjetër kur ndoshta Franca të jetë pak e lodhur dhe të shfaqen dy lojtarë të tjerë që synojnë. Mund të jetë një mirë menduar e trajnerit gjerman. Pra mund të jetë një skemë mirë menduar që të presi derisa Franca lodhet nga i pressingu i tij dhe në momentin e duhur të aktivizoj Bellingham. Ka llogaritur dhe shtesat si duket. Mund të jetë mbrëmje e gjatë. Mbrëmje e gjatë. Në orën 23 nis. Tuheli